Në Elbasan u zhvillua konferenca zbatimi i kontratës klimatike të qytetit në kuadër të nismave për klimën dhe mjedisin. Elbasani është pjesë e misionit të qyteteve të Bashkimit Evropian, ku janë përzgjedhur 112 qytete. Sipas kryebashkiakut, kontrata synon të shërbejë si instrument për orientimin e punës në funksion të transformimit të qytetit. Kontrata klimatike, për të cilën na jepet dhe certifikimi sot nga Komisioni Evropian, sot është instrumenti që do të na udhëheqë në këtë transformim. Ajo përfaqëson një plan të integruar me masa konkrete, me objektiva të matshme dhe me një qasje të koordinuar mes të gjithë aktorëve. Në thelb, kjo kontratë synon një gjë të qartë: ta bëjë Elbasanin një qytet të pastër, më të shëndetshëm dhe më të qëndrueshëm për brezat që vinë. Në fund të aktivitetit u bë edhe dorëzimi i certifikimit të kontratës së qytetit për klimën, në shenjë vlerësimi për angazhimin në këtë proces. Është një mirënjohje për punën e mirë që është bërë nga ekipi juaj dhe e di që kjo do të thotë shumë punë për zhvillimin e këtyre strategjive. Ky është fillimi i një rruge të gjatë. Me këtë kontratë ju vjen për zbatimin e këtij objektivi, prandaj për ju po ju jap këtë pllak dhe faleminderit shumë.